Në ndajnë pak ditë nga data e nisjes aplikimeve të maturantëve në universitete, një alternativë shumë e mirë për të gjithë ata që duan të vazhdojnë studimet e larta është edhe ajo që ofrohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, për këtë arsye për të folur pikërisht për programet e studimit që ofron ky universitet. Me mua në studio është bashkuar profesor doktor Bahri Musabelliu, rektor i Universitetit Bujqësor të Tiranës. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit. Fillimisht dua ta nisim pasi ky muaj nëntor në fakt përkon edhe me 65 vjetorin e krijimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Si e gjen ky përvjetor qendrën më të madhe të edukimit dhe kërkimit shkencor, jo vetëm në fushën e bujqësisë, por edhe të ushqimit dhe mjedisit? Patjetër do i përgjigjem vetes tuaj, më lejoni të komplimentoj dhe t'ju uroj suksese medias tuaj edhe për mundësinë që më jepni për të qenë i pranishëm sot në këtë emision për të prezantuar rreth Universitetit Bujqësor të Tiranës, për të sjellë në vëmendje të nxënësve të shkollave të mesme që duan të shkojnë në universitet, pse duhet të vinë në Universitetin Bujqësor, çfarë mund gjejnë në Universitetin Bujqësor dhe çfarë përbën Universiteti Bujqësor në të ardhmen e tyre si një mundësi për më shumë alternativa punësimi. Dëshiroj të theksoj që Universiteti Bujqësor si vjet mbush 65 vjeç, më një në dorë, është universiteti më i vjetër në Shqipëri, ofron sot 50 programe studimi të tre cikleve, cikli parë bachelor, cikli dytë master i shkenca, master profesional dhe cikli tretë doktoratur. Është një universitet që sot ka rreth 16.500 student, ka një staf akademik prej 300 profesor, në total edhe doktor shkencës, profesor të asociuar dhe kështu me radhë, në total numri punonjësve që janë në universitet është 526 njerëz, të cilët janë të fokusuar në dobi dhe në funksion të zhvillimit të universitetit. Dëshiroj të sjell në vëmendje që universiteti krahasuar me shumë vite më parë është zhvilluar, është rritur ndjeshëm, sot ai ka 5 fakultete, ka 22 departamente, sikur të thash pak më parë, 50 diploma dhe sigurisht në këto 50 diploma të lidhura tërësisht me bujqësinë, ekonominë bujqësore, ushqimin, agroushqimin, mjekësinë veterinare, mbashtrimin e pyjeve, industrinë e drurit dhe kështu me radhë. Dhe që në bindjen time, po dhe gjithë pa diskutim, e ardhmja në këtë vend pa diskutim është zhvillimi bujqësor dhe i aktivitetet të lidhura me të, kam parasysh këtu kryesisht industrinë agropërpunuese si një mundësi potenciale që mundëson shtim vlere, që mundëson alternativa shumë mira punësimit studentëve. Dhe pse duhet ta zgjedhin studentët Universitetin Bujqësor të Tiranës, më saktë maturantët, gjithë ata që duan të aplikojnë në universitet? Pyetje me shumë interes, pa diskutim, Universiteti Bujqësor, si të gjitha universitetet tjera publike në Shqipëri, para disa kohësh, ka marrë pjesë në një panajir të universiteteve, ku janë prezantuar në fakt universitetet, atë që ka ato ofrojnë në fakt për studentët, e në këtë kontekst për nxënësit e shkollat mesme që duhet të vinë në universitet, por sigurisht unë jam i bindur që ka plot syresh të cilët nuk kanë mundur të vinë në këtë panajir dhe unë sot jam këtu pikërisht për këtë arsye për t'ju bërë thirrje në logjikën që në Universitetin Bujqësor ato do gjejnë deg shumë preferuara, e kam thënë për së treti herë deri tani, në të vërtetë janë 50 programe studimi të treja cikleve që ka një frymëmarrje shumë të madhe që unë dhe kolegët të gjithë shikojmë bujqësinë si një alternativë apo një rrugë e padiskutueshme e zhvillimit dhe alternativë e zhvillimit të ekonomisë, të rritjes GDP-s në shkallë vendi, dhe në këtë kontekst zgjedhja nga ana e studentëve e një prej programeve në Universitetin Bujqësor do t'ju mundsojë atyre më shumë rritje, më shumë kompetenca profesionale në drejtim të punësimit të mundshëm të tyre në të ardhmen e kështu me radhë. Në Universitetin Bujqësor në fakt ne i kushtojmë një vëmendje shumë të veçantë kompetencave të shumëfishta që përpiqemi t'u ofrojmë studentëve. Dhe thënë kjo kompetenca shumëfishta në kupton që me një diplomë në Universitetin Bujqësor mund të gjesh alternativa punësimi në zanate alternative të lidhura me bujqësinë, jo thjesht vetëm bujqësia, po edhe aktiviteti agroindustrisë apo agropërpunimi dhe kështu me radhë. Në këtë logjik, dhënia këtyre kompetencave për më shumë alternativa punësimi, unë gjykoj dhe jam i bindur për këtë që kjo përbën një mundësi shumë mirë në fakt për rritjen e nivelit të punësimit të studentëve. Dëshiroj të theksoj gjithashtu që Universiteti Bujqësor në fakt është ndoshta i vetmi kampus universitar në Shqipëri që ofron të gjitha facilitetet e nevojshme për cilat kanë nevojë studentët. Sigurisht nuk vlen të themi këtu ambientet auditorët e kështu me radhë, pa diskutim, biblioteka, laborator,
biles disa nga laboratorët edhe të certifikuar dhe në këtë kontekst dëshiroj të theksoj tjetër gjë që universiteti ka një qasje goxha të fortë në 3 drejtime kryesore. Ka një qasje të fortë në edukim, do të thënë në mësimdhënie, mësimmarrje, pa diskutim, ka një qasje të fortë në kërkimin shkencor dhe ka një qasje të fortë përpiqjen, jo se ka një qasje të fortë deri tani, për të ofruar shërbime ndaj tretëve. Ne kemi në universitet laboratorë të certifikuar, disa sigurisht nuk janë të gjithë, përmes të cilave ne mund të ofrojmë, ne ofrojmë alternativa për shërbimin ndaj tretëve, duke konsideruar këtë si një mundësi edhe për shtimin e të ardhurave të universitetit, por edhe për të ofruar biznesin. Unë personalisht dhe kolegët e mi në universitet nuk e kuptojnë asnjëherë universitetin si një vend që vetëm mund bëjnë leksione dhe praktika apo seminare, po studentët do përfshihen përmjet shoqatave dhe organizatave të tyre në kërkimin shkencor dhe në një nga fakultetet e Universitetit Bujqësor ne kemi një grup të shquar studentësh, Forumi Ekonomik i Studentëve, i cili si vjet organizoi konferencën e 5 studentore, një veprimtari do të thoja fantastike ku studentët përpiqen dhe arrin të gjejnë veten e tyre, qoftë për në drejtim të metodologjive të kërkimit, po qoftë edhe në pikpamje të shkrimit, prezantimit, të gjetjeve të kërkimit shkencor dhe kështu me radhë. Sigurisht në një emision ne nuk mund të themi të gjitha shkaqet pse duhet vinë në Universitetin Bujqësor, por unë ju bëj thirrje në këtë rast që në Universitetin Bujqësor do të jenë shumë komod, do të kenë një diplomë e cila sigurisht edhe sipas marrëveshjeve që bën qeveria dhe kështu me radhë, është e adaptueshme dhe e njohur në shumë vende të Evropës. Është një universitet që punon me kurrikula studimesh shumë të avancuara, sjell vëmendje që në fushën e ekonomisë, 6 diploma që ofrohen, kurrikulat janë ndërtuar nga një programi SARA, që ka mbështetur USAID fuqimisht në Shqipëri, dhe kurrikulat e fakultetet e tjera janë ofruar me mbështetjen e një projekti gjerman, projekti GDZ, sot GIZI, i cili realisht ka bërë një punë fantastike në drejtim të qasjes që ose kurrikulat mundësojnë një qasje më të fortë në tregun e punës dhe me kompetenca të shumëfishta ashtu si kundra theksova edhe pak më parë. Dhe si funksionon kampusi universitar, profesor? Kampusi universitar sigurisht një kampus shumë i madh, natyrisht duhet të thënë që është unikal. Absolutisht është unikal. Unë nuk dua të them tani që gjithçka është e përkryer, sigurisht edhe aty ka probleme. Ka probleme sigurisht sidomos pjesa që edhe disa banorë që kanë okupuar disa nga këto mjedise, por natyrisht janë 3 godina që sot janë që akomodojnë studentë, sigurisht një pjesë e studentëve akomodohen edhe privatisht me shtëpi me qiraje, kujdon tjera të kësaj natyre, por pjesa e kampusit ku janë shtrirë fakultetet, një sipërfaqe prej 16 hektar, është një mundësi potenciale, jo vetëm do thoja që është një qendër rekreacioni, aq sa është një qendër fantastike mësimdhënie dhe mësimmarrje, është dhe një qendër rekreacioni dhe në këtë kontekst do thoja një qendër shumë e rëndësishme, jo vetëm për studentët, po pse jo edhe për komunitetin aty rrotull. Duke qenë se UBT-ja ka marrëdhënie bashkëpunimi edhe me shumë universitete europiane, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si realizohet formimi i studentëve brenda dhe jashtë vendit? Pyetja shumë e rëndësishme, më duhet të theksoj që gjeografia e bashkëpunimit ndërkombëtar e Universitetit Bujqësor shtrihet nga Azia deri në Amerikë, dhe në Amerikën e Jugut në të vërtetë nuk kemi marrëveshje me ndonjë universitet, sigurisht shumica universitetet janë në Evropë, edhe në Amerikë, po edhe këtu shumica janë në Evropë. Ajo që profitojnë studentët në këtë raste janë kryesisht nëpërmjet projekteve që ofrohen nga Bashkimi Evropian, projektet Erasmus Plus, e kështu me radhë. Unë sot në zyrën e rektorit të universitetit kam shkruar 2 marrëveshje për 2 projekte të rëndësishme, në të vërtetë për projektet Erasmus, për mobilitete stafi akademik, por mobilitete dhe të studentëve. Në 31 të këtij muaji, 31 korrik, ne do të çojmë në Universitetin e Milanos 15 studentë të gjitha cikleve, kuptohet, edhe studentë doktoraturës, të cilët do të zhvillojnë atje një semestër studime, duke filluar nga shtatori e tutje, dhe unë këtë e quaj një mundësi shumë mirë. Natyrisht bashkëpunimi është edhe në kërkimin shkencor, projektet përbashkëta. Sot universiteti ka mbi 30 projekte që i kanë në zhvillim me homolog
ndërkombëtar, po natyrisht edhe projekte që financohen nga Bashkimi Evropian. Dhe kualifikimi i pedagogëve, a funksionon kështu me trajnime dhe me kualifikime edhe në marrëdhënie që ju keni ndërtuar me universitetet tjera? Pa diskutim, para disa ditësh unë pata një rast, rektori i Universitetit Kamerinës në Itali bëri një vizitë në universitetin tonë, ai ishte ftuar nga Ministria e Bujqësisë dhe mandej herë në universitetin tonë, dhe unë ndjeva komod në të vërtet që rreth 21 antar të stafit akademik ishin diplomuar në shkolla italiane, kam parasysh këtu përfunduar studimet master, studime bachelor, studimet master dhe disa sëresh edhe studimet e doktoratës. Me këtë desha të them që pjesa më e madhe e pedagogëve vijnë nga një shkollim në mos i plot ndërkombëtar, shkollimi i pjesëm ndërkombëtar, kam parasysh me fjalën e pjesëm që kanë mbaruar master i shkencave jashtë ose kanë mbaruar doktoraturën jashtë. Kjo më bën të ndihem mirë në të vërtetë që sot me këtë trend zhvillimit të universitetit dhe të kualifikimit të stafit akademik, jam i bindur që pas disa vitesh ata që sot janë djemë dhe vajzat të reja profesor në universitet do të jenë shumë të avë sesa ne në moshën tonë. Ndërkohë për të ndalur pak edhe tek kërkimi shkencor, pasi dihet që konsiderohet një komponent esencial sigurisht për jetën akademike. Ku është i përqendruar dhe sigurisht pyetja është e rëndësishme dhe interesante. Nëse ka, sikur të theksova në të vërtetë që në kërkimin në procesin e mësimdhënies ne kemi arritje të thoja të konsiderueshme, në kërkimin shkencor këto nuk janë arritje të këtij niveli. Sigurisht puna këtu lë për dyshuar dhe për këtë arsye ne kemi theksuar fort që në këtë vit akademik dhe në vijimësi ne do të kemi një qasje të trefisht në mësimdhënie, pra në fushën e edukimit dhe në mësimmarrje, në kërkim shkencor dhe në transferimin e njohurive. Dhe thënia me forcë ose vënia theksit të transferimit të njohurive më krijon ndjesinë apo besimin që në këtë mënyrë ne do mundemi të angazhojmë edhe studentët me qëllim që shumë probleme në fushën e ekstensionit që sot nuk realizohet nëpërmjet studentëve, po edhe me sigurisht pa diskutim në udhëheqjen e pedagogëve, ne duhet të bëjmë punë të mira. Dhe është e vërtet që Universiteti Bujqësor është i vetmi në Shqipëri, është unik, diplomat gati 90% diplomave janë të veçanta që nuk janë në një universitet tjetër. Bujqësia në Shqipëri është ai sektori që sot ofron rreth 22% kontribute të GDP-s dhe në këtë kontekst fokus më i qartë në kërkimin shkencor dhe fokus i fortë në drejtim të transferimit të njohurive, unë besoj që është një domosdoshmëri për zhvillimin e bujqësisë dhe dua ta them me bindje këtë gjë që unë e shikoj universitetin si pjesë të biznesit. Natyrisht, universiteti nuk mund të zvocojë biznesin, askush nuk e thotë këtë, por çdo gjetje në kërkimin shkencor do duhet të vejë diku, ajo shërben për dikë, edhe për këtë arsye ne duhet ta transferojmë, ta çojmë tek të interesuarit. Dhe duke qenë se misioni i Universitetit Bujqësor të Tiranës sigurisht lidhet me formimin bujqësor dhe në drejtim të zhvillimit bujqësisë moderne, më konkretisht të garantimit të ushqimit të shëndetshëm dhe cilësor, cili do të jetë fokusi në arritjen e këtij objektivi? Është e vërtetë, sikur të theksova pak më parë në Universitetin Bujqësor, janë të gjitha diploma që ofrojnë një lloj zinxhiri që ne quajmë zinxhiri vlerave. Kam parasysh këtu diploma që ofrojnë në fushën e prodhimit bujqësor, prodhim blektoral, prodhimit pyjeve, etj. Por sigurisht që prodhimi blektoral të jetë i shëndetshëm, duhet kemi kafshë të shëndetshme, e për këtë pranë universitetit është Fakulteti i Mjekësisë Veterinare që e mundëson këtë proces dhe produktet shëndetshme, lënë të para të shëndetshme, thënë me fjalë tjera, hyjnë në procesin e përpunimit dhe për këtë është Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit e merat deri te konsumatori. Pra në një lloj mënyre shumë e rëndësishme të themi se në çdo hallkë të zinxhirit agro-ushqimor ne duhet të jemi vigjilent dhe nëpërmjet studimeve që ofrohen në Universitetin Bujqësor, kjo vigjilencë thonjza është e gjetur sepse çështja fillon që me shëndetin e kafshëve, me shëndetin e bimës për të mundësuar produkte të shëndetshme, natyrisht qofshin bujqësore, qofshin blektorale e kështu me radhë. Si organizohen workshopet dhe konferencat e ndryshme shkencore? Është bërë traditë në Universitetin Bujqësor, në të gjitha fakultetet, natyrisht në nivel të çdo fakulteti, çdo vit ofrohen konferenca të përvitshme në nivel universiteti dhe në nivelet të fakulteteve.
Konferencat gati të gjitha kanë qenë në nivel internacional, kam parasysh këtu që janë organizuar edhe në bashkëpunim me universitetet tjera. Në tetor të këtij viti kemi konferencë të tillë në kuadër të mbylljes së projektit Tempus që kemi me Universitetin e Hohenheimit. Në marsin e vitit 2017 kemi një konferencë për bioteknologjinë e ushqimin që aktualisht jemi në proces përgatitjesh e kështu me radhë. Dhe nga ana tjetër në universiteti ofron 2 revista dinjitoze, do thoja, revista për shkencat bujqësore dhe ushqimit që ofrohet në nivel universiteti, natyrisht edhe Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit ofron një revistë, janë revista të njohura si revista shkencore, revista që ofrohet në nivel universiteti është edhe revistë e njohur ndërkombëtarisht, është me faktor impakti, ku profesorët në bashkëpunim punët e tyre që bëjnë, sigurisht në bashkëpunim dhe me studentët, kanë akses, kanë hapësirë për të prezentuar, për të publikuar gjërat e tyre dhe natyrisht që shërbejnë këto në dobi dhe të kualifikimit të mëtejshëm të tyre, le të themi për titujt akademik, tituj shkencor e kështu me radhë. Për të ndalur pak edhe tek struktura drejtuese, por edhe ato që mbrojnë interesat e studentëve. Ne këtë vit kemi qenë një proces zgjedhor të vërtetë dhe po artikuloj një shprehje që kam thënë vazhdimisht edhe gjatë procesit zgjedhjeve që në bindjen time, po edhe të tjerëve, nuk është se vetëm unë kam këtë bindje, universiteti është i studentëve, universiteti është i profesorëve. Dhe unë udhëhiqem shumë nga kjo filozofi, nga kjo ide që universiteti të jetë i studentëve, ai duhet të jetë shumë fair me studentët dhe të mbrojë interesat e tyre. Që të jetë i profesorëve absolutisht është e njëjta gjë dhe për të mos u ndalur shumë me profesorët sepse këtë garanton dhe ligji në kuadër të akademisë të legjislacionit në fushën e së drejtës akademike e me radhë, mbrojtja e drejtave të studentëve është e një rëndësie themelore. Personalisht kam idenë, sigurisht edhe dëgjojmë dhe llafet e këtej ndonjëherë edhe çështje që kanë të bëjnë me problemet mitmarrjes që ndodhin edhe bën vaki edhe ndodh në universitete, është një gjë që nuk mund tolerohet dhe në këtë çështje unë përpiqem dhe kolegët e mi sigurisht jemi shumë ekzigjent. Dhe do ta them këtë s'është ndonjë problem, ne para disa ditësh kemi pasur një problem të tillë që 2 punonjës, natyrisht jo staf akademik, të implikuar në një problematik të tillë, natyrisht ata nuk janë më punonjës të universitetit sot, janë larguar nga universiteti, natyrisht me kërkesën e tyre, po më duhet ta them në fakt me kërkesën e tyre, po dhe me insistimin ton, pa diskutim, edhe kjo nuk përbën ndonjë sekret madh, thon kjo më bën të mendoj, duhet të theksoj me forcë që studentët, kjo është një arsye tjetër pse nxënësit duhet të vinë në universitetin bujqësor, sepse në personin tim dhe ndihmësmet të mi, të dekanëve të fakultetet, shefëve të departamenteve, pa diskutim, do të jenë të mbrojtur në të gjitha pikpamjet e problemeve që mund të lindin në mes studentëve, po dhe në marrëdhëniet që krijohen me studentëve, pedagogëve e tjerë. Me problematikën që ka sot sistemi arsimor, besoj kjo është një garanci shumë e madhe për studentët. Faleminderit, profesor. Faleminderit juve dhe urime.